Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Sekretari i përgjithshëm i BDI-s Arbër Ademi në intervistë televizive informoi për krijimin e një grupi pune nga qeveria për të gjetur zgjidhje kur përgjigjja sipas tij është e shkruar në ligj. Sipas përfaqësuesit të partisë më të madhe opozitare shqiptare në Maqedoninë e Veriut, ligji i provimit të jurisprudencës është miratuar pas ligjit për përdorimin e gjuhëve. Në këtë mënyrë sipas tij e bën ligjin të pavlefshëm. Pyetja thelbësore do të ishte: a kanë të drejtë ligjore studentët që të futen në Shqip? Para mendojeni, në qeveri po formohet grup punues për gjetur zgjidhje. Çfarë zgjidhje, kur zgjidhja ekziston? Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Istra Miskovski vlerëson se ligji për arsimin e lartë nuk është një çështje politike, por shtetërore nga e cila varet e ardhmja e vendit. Sipas tij, ligji i propozuar nuk po hartohet pas dyerve të mbyllura, por përmes debatave me universitetet dhe është një zgjedhje e përbashkët me komunitetin akademik që do të japë rezultate. Ky nuk është ligji i qeverisë apo çështje politike, por një çështje shtetërore nga e cila varet e ardhmja e vendit dhe e të rinjve të cilët aktualisht nuk e njohin cilësinë e arsimit të lartë, deklaroi kryeministri Istra Miskovski. Në konferencë së bashku me ministrin e Arsimit dhe Shkencës Vesna Janevska dhe në praninë të rektorëve të 7 universiteteve publike, ai theksoi se duhet të ndalen eksperimentet dhe se nevojiten zgjidhje sistemore pasi arsimi është themeli i çdo shoqërie. Ministri i Arsimit dhe Shkencës në Maqedoninë e Veriut, Vesna Janevska, tha se beson që dhe opozita do të mbështesë ligjin për arsim të lartë. Janevska tha se janë në komunikim dhe me deputetët në kuvend. Nga kjo mbledhje mund të shihni se ka mbështetje të ligjit sepse këtu janë të pranishëm jo njerëz të politikës, por njerëz nga sfera akademike që e kanë me rëndësi prosperitetin e këtij vendi. Në arsim, në akademi nuk ka politikë, respektivisht deri tani ka pasur dhe për këtë gjendemi në këtë nivel të arsimit në të gjithë nivelet, ndërsa tani ne ofrojmë model të ri, model që thotë se kjo është më me rëndësi se gjithçka tjetër, të rinjt të ri në vend, tha ministri i Arsimit e Maqedonisë së Veriut Vesna Janevska. Bashkësitë fetare në Maqedoninë e Veriut dënuan incidenten e fundjavës në Shkup ku përpoq të digjë ndërtesa e Bashkësisë Hebraike dhe Sinagogës. Krerët e komuniteteve shprehen solidaritet dhe mbështetje për komunitetin hebraik. Kryetari i komunitetit hebraik në Maqedoninë e Veriut, Pepo Levi, theksoi se bashkësitë fetare në vend kultivojnë bashkëpunim afatgjat, dialog konstruktiv dhe mbështetje të ndërsjellët në çdo fushë. Nuk e dim nëse bëhet fjalë për terrorist apo ligan, por fakti është se jashtë i quajturi Shteti Islamik kishte bërë thirrje përpashk që të digjen objektet fetare të krishtera dhe hebraike. Nëse kjo ngjarje është rezultat i asaj thirrje apo diçka tjetër, do ta përcaktojë policia, tha kryetari i Bashkisë Hebraike në Maqedoninë e Veriut, Pepo Levi. Rajoni. Procesi antarësimit në Bashkimin Evropian, linjëzimi i plot i politikës jashtme bllokun 27 antar si përcaktim strategjik, si dhe angazhim dhe përkushtimi i Kosovës në përmbushjen e reformave, ishin në thelb të takimit ndërmjet kryeministrit të Kosovës Albin Kurti me përfaqësuesin e posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Peter Sorensen. Sipas njoftimit nga zyra e kryeministrit, në takim u diskutua dhe për aktualitetet politike dhe zhvillimet e brendshme. Zëvendës kryeministria dhe ministra e drejtësisë Donika Gërvalla vizitoi zyrën rajonale për ndihmë juridike falas në Gjilan, ku ka vlerësuar rolin e këtij mekanizmi në garantimin e qasjes barabartë në drejtësi për të gjithë qytetarët. Gjatë vizitës Gërvalla theksoi se ndihma juridike falas mbetet një nga shtyllat kryesore për sigurimin e barazisë para ligjit, duke mbështetur qytetarët që përballen me sfida shoqërore, ekonomike dhe ligjore. Sipas saj, qasja në drejtësi nuk është vetëm standard institucional, por detyrim ndaj çdo qytetari, ndërsa forcimi i këtij institucioni mbetet prioritet për një shtet të së drejtës. Kosova dhe Shqipëria nënshkruajnë memorandumin për mbrojtjen e lumit Drim. Marrëveshja nënshkrua nga ministria Floriana Pacolli Dalipi dhe ministri Sofjan Jaupaj me synim mbrojtje dhe përmirësimin e cilësisë së ujrave, parandalimin e ndotjes ndërkufitare dhe ruajtjen e ekosistemeve dhe biodiversitetit. Bashkëpunimi do të përfshijë shkëmbimin e të dhënave, ekspertizës teknike dhe ndërtimin e kapaciteteve institucionale, njofton zyra për informim. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kryetari i delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri Silvio Gonzato në paraqitjen e raportit vjetor të avokatit të popullit e vuri theksin të rëndësia e pavarësisë institucionale, besueshmëria dhe besimi i publikut. Në këtë drejtim, rëndësia e pavarësisë institucionale, besueshmëria dhe besimi publik, për cilin foli dhe Lutfiu, janë thelbësore. Këto janë elementë të domosdoshëm në mënyrë që institucionet të përmbush ashtu siç duhet dhe në mënyrë efektive mandatin e vet dhe të veprojë si mbrojtës i besueshëm i të drejtave të qytetarëve. Thirrja për Kuvendin e Shqipërisë është përmbushin përgjegjësinë që zyra avokatit të popullit të ketë personelin dhe burimet e duhura.
Ministri i Punëve të Jashtme i Shqipërisë Ferit Hoxha konfirmoi edhe një herë mbështetjen për studentët e Republikës Maqedonisë së Veriut lidhur me të drejtat gjuhësore. Në një takim në Tiranë me përfaqësues të tyre, ministri Ferit Hoxha shkruan se në bisedën me studentin Mevlana Ademi dëgjoi me vëmendje kërkesat e tyre për respektimin e plotë të drejtave për përdorimin e gjuhës shqiptare në kuadër të zbatimit të qartë të pakuivok dhe konsekuent të marrëveshjesore si themeli barazisë dhe i funksionimit efektiv të shtetit në një shoqëri multietnike. Sipas ministrit të Punëve të Jashtme të Shqipërisë, mbështetja për këto vlera është thelbësore në funksionimin dhe forcimin e institucioneve demokratike dhe për një të ardhme më të mirë, më të drejtë, të bazuar në ligj dhe gjithëpërfshirëse. Opozita shqiptare kërkon bashkëpunim për çështjen e studentëve shqiptar të Maqedonisë së Veriut. Deputetja e Partisë Demokratike Ina Zhupa kërkoi në kuvend që deputetët e mazhorancës të bashkohen për të bërë një deklaratë përbashkët në emër të Kuvendit të Shqipërisë lidhur me protestën e studentëve shqiptar në Maqedoninë e Veriut, të cilët kërkojnë të drejtën për të zhvilluar provimet në gjuhën shqipe. Në fjalën e saj në kuvend, Zhupa tha se kanë ndjekur dhe prononcimet e deputetëve të Partisë Socialiste dhe të Partisë Demokratike në lidhje me protestën e studentëve shqiptar të Maqedonisë së Veriut. Ministri i Arsimit e Shqipërisë Mirela Kumbaro përshëndeti finalen e edicionit 4 të konkursit të gjuhës shqipe dhe falenderoi gjithë nxënësit, mësuesit dhe prindit për përkushtimin, angazhimin dhe pjesëmarrjen në këtë eveniment. Si një lidhje e bukur, jo më larg se nesër ne fillojmë edhe episodin tjetër, maratonën tjetër të Olimpiadës së përbashkët për gjuhën shqipe Shqipëri-Kosovë, si një zinxhir që ka filluar dhe vijon edhe nuk do me ditë fare për kufit mes nesh, sepse ne na lidh gjua, kombi dhe gjaku. Finali i edicionit 4 të konkursit të gjuhës shqipe u përshëndet nga Ministri i Arsimit dhe Shkencës i Kosovës, Hajrullah Çeku. Kombi shqiptar për ditë më shumë po integrohet shpirtërisht dhe kulturalisht. Rëndësia e këtij konkursi sot qëndron jo vetëm në vlerësimin e njohurive dhe aftësive të nxënësve në gjuhën shqipe, por edhe në kontributin e tij për forcimin e identitetit kombëtar dhe kultivimin e një brezi të ri të përkushtuar ndaj trashëgimisë së tyre kulturore. Bota. Hezbollahu libanez ka rënë dakord për një armpushim me kusht që të gjitha palët përfshirë Izraelin ta respektojnë marrëveshjen. Nënkryetari i Këshillit Politik Televizjes Mahmud Komati tha se ne e pranojmë armpushimin, por nuk do të lejojmë një përsëritje të skenarit të vitit 2024, kur njëra palë respektonte marrëveshjen ndërsa pala tjetër i shpërfillte detyrimet e tij. Më parë Shtetet e Bashkuara raportuan se Izraeli dhe Libani ranë dakord pas një takimi tripalësh të mbajtur në Washington të fillojnë negociata direkte në një datë dhe vend të dakorduar reciprokisht. Kremlini jep mbështetje të pakushtozuar Iranit për të zhvilluar energji bërthamore për qëllime paqësore. Deklarata u bë nga zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov në një intervistë për India Today. Irani, si çdo vend tjetër në botë, duhet të ketë të drejtën dhe kjo është një drejtë e pakushtozuar për energji bërthamore paqësore, u shpreh ai. Peskov theksoi gjithashtu se marrëdhëniet mes Rusisë dhe Iranit mbeten të forta duke cilësuar Teheranin si partner strategjik. Kina i ka bërthirë Iranit të ndërmarrë hapa për rivendosjen e lundrimit normal në ngushticën e Ormuzit, një nga rrugët më të rëndësishme detare në vend. Sipas deklaratave zyrtare, ministri i jashtëm kinez Wang Yi zhvilloi një bisedë me homologën e tij iranian, Abbas Arkagi, ku theksoi nevojën për garantimin e qarkullimit të lirë dhe të sigurt në këtë korridor jetik për tregtinë globale. Wang Yi u shpreh se ndërsa sovraniteti dhe siguria e Iranit në këtë zonë duhet të respektohen dhe mbrohen, po aq e rëndësishme është dhe garantimi i lirisë së lundrimit për të gjitha vendet. Ai theksoi se ekziston një interes i përbashkët ndërkombëtar për mbajtjen e ngushticës së hapur, duke qenë se ajo përbën një arterie kyçe për transportin e energjisë dhe mallrave. Në të njëjtën kohë, Kina ka shprehur mbështetjen për ruajtjen e armpushimit dhe rifillimin e negociatave si rruga e vetme për uljen e tensioneve në rajon. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.